Do të shkojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë të nderuar teleshikues në Shëngjin me gazetarin Martin Marku në këto momente. Përshëndes. Atëherë Martin, ka nisur në fakt sezoni turistik në vendin ton, moti dhe temperaturat janë mjaft të mira. Në fakt, megjithatë turizmi gjithvjetor nuk ka munguar në plazhin e Shëngjinit me qytetarë të ardhur nga Kosova. Sot Kosova është në zgjedhje. Si është sot qyteti i Shëngjinit dhe gjithë zonat e plazhit atje? Po, në fakt, duhet themi që Kosova është në zgjedhje, por shqiptarët e Kosovës, pavarësisht obligimeve të tyre në këto zgjedhje, kanë preferuar që këtë fundjavë ta kalojnë sërish në plazhin e Shëngjinit, ashtu si në çdo fundjavë tjetër apo çdo ditë tashmë të sezonit, i cili ka nisur vetëm pak ditë, por gjatë ditës së sotme, në fakt, është vërejtur një numër më i reduktuar, nëse mund ta themi kështu, i pushuesve të ardhur nga Kosova për shkak edhe të obligimeve, por ne në fakt vërejtëm dhe patëm edhe kontakte me shumë prej tyre, të cilët shprehen edhe sa i takon preferencave të tyre në lidhje me këto zgjedhje që po zhvillohen në Kosovë. Sigurisht pjesa më e madhe e tyre i referohen kryeministrit në detyrë zotit Albin Kurti, i cili shprehen paktën sipas pushuesve kosovar që ka dhënë shumë për Kosovën, madje ata pretendojnë dhe kanë shpresë se do të jetë ai fituesi i këtyre zgjedhjeve. Martin, kishin votuar këta qytetarë që ke arritur të intervistosh dhe më pas janë drejtuar për fundjavë në brigjet e Shëngjinit apo nuk kishin votuar? Në fakt, në ato kontakte që ne patëm, eni thanë që e kanë kryer obligimin e tyre që në orët e para të mëngjesit dhe më pas janë drejtuar plazhit të Shëngjinit, pra nuk e kishin se si të mos e kryenin këtë obligim nga që të rëndësishme, siç e cilësojnë ata zgjedhjen pra të kryeministrit të ri tashmë që do të jetë pas këtyre votimeve dhe rezultati i cili pritet të jetë shumë shpejt dhe normalisht shumë prej tyre në fakt më bëri përshtypje sepse kishin votuar edhe nëpërmjet ambasadës së Kosovës në Shqipëri, të cilët sipas kodit të tyre zgjedhor ja lejon një gjë të tillë dhe ata nuk kishin patur nevojë të ishin fizikisht në qendrat e votimit, por ata e kishin kryer nëpërmjet internetit, paktën kështu deklarua një pjesë. Çka tregon pra një organizim të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e Kosovës, të tretat brenda të paktën 16 muajve të fundit? Po, në fakt ishte diçka interesante sepse ata nuk kishin patur nevojë që të ishin fizikisht pra në komunat apo në qytetet e tyre përkatëse, por ata kishin votuar duke qenë edhe pjesë e një weekendit apo pjesë e pushimeve siç është në plazhin e Shëngjinit. Ata tash po i ndjekin me kërshëri në fakt nëpërmjet mediave të Kosovës, por edhe të Shqipërisë, të gjithë ecurinë e këtij procesi, qoftë duke kaluar dhe këtë fundjavë në plazhin e Shëngjinit, paktën ata kanë mundësi të ndjekin hap pas hapi të gjithë këtë proces të rëndësishëm, si e cilësojnë këta të fundit pra zgjedhjet në Kosovë të përmbahen për herë të tretë brenda një harkur të shkurtë apo brenda një viti. Dhe në fakt ajo çfarë më bëri përshtypje gjatë intervistimit që unë pata, ata ishin të bindur që fituesi i këtyre zgjedhjeve, paktën sipas një pjesë të mirë të tyre që unë pata kontakte me ta, do të jetë Albin Kurti dhe e kishin shpresën që ai do të jetë sërish fituesi i këtyre zgjedhjeve. E qartë. Ndërkohë, edhe diçka të fundit Martin, meqenëse se je edhe në zonën e plazhit, si po ecën sezoni turistik që sapo ka nisur në plazhin e Shëngjinit dhe të gjitha rrethinat, një ndër vendet më të bukura të vendit tonë? Pa diskutim eni, në fakt plazhi i Shëngjinit jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por për qindra apo mijëra turistë vendas dhe të huaj mbetet edhe këtë vit një nga destinacionet më të preferuara, qoftë për natyrën e bukur, për pastërtinë dhe për hapësirat që autoritetet lokale në fakt kanë menduar që të ketë më shumë hapësira për ata pushues të cilët preferojnë dhe kanë dëshirë që të vinë me një çadër me vete pra në plazhin e Shëngjinit, por ajo çfarë vlen të theksohet është edhe tur operatorët turistik shprehen për një sezon mjaft të mirë, duke referuar, shumë premtues, duke referuar këtu edhe për notimeve të shumta që ata kanë patur pothuajse që prej fillimit
të muajit maj, ku pa u qelur zyrtarisht sezoni turistik, fluksi i turistëve, kryesisht shqiptarë të Kosovës, pa diskutim, ka qenë mjaft i lartë në brigjet e plazheve të Lezhës. E qartë. Të falenderoj atëherë Martin për gjithë informacionet që na përsonë në këtë lidhje të drejtë për drejtë, nderuar teleshikues, nga Shëngjini ishim me gazetarin Martin Marku.